Vendimet e një pasnjëshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për emërimin e Elion Mustafajt në Prokurorinë e Lushnjës tregojnë një model të pazakontë qarkullimi që ngre pikpyetje serioze, rrumpall administrative, njollat e prokurorit pas kthimit nga SBA apo ndikimi grupeve mafioze për të mbajtur dhe përdorur në këtë prokurori. KLP ka vendosur një rekord me emërimin e Mustafajt në Lushnjë, vetëm një vit pasi ai u kthye nga SBA ku qëndroi me arsye familjare. Brenda 16 muajve, Mustafaj është emëruar 8 herë në prokurorinë e Lushnjës, si prokuror i thjeshtë ose drejtues, duke marrë madje 2 vendime emërimi në të njëjtën ditë, më 16 shtator 2021 dhe më 16 shtator 2022, 8 vendimet e KLP për Elion Mustafajin. Në datë 16 shtator 2021, transferimi i përkohshëm si prokuror në Lushnjë, 16 shtator 2021, caktimi i përkohshëm si drejtues i prokurorisë, datë 17 dhjetor 2021, caktimi i përkohshëm si drejtues, datë 10 mars 2022, caktimi i përkohshëm si drejtues, datë 15 qershor 2022, caktimi i përkohshëm si drejtues përsëritje, 16 shtator 2022, caktimi i përkohshëm si drejtues, 16 shtator 2022, sërish transferimi i përkohshëm me pëlqim si prokuror, datë 19 dhjetor 2022, caktimi i përkohshëm si drejtues i prokurorisë. Pra KLP e ka qarkulluar Mustafajin çdo 3 muaj duke emëruar dhe riemëruar në mënyrë të pashpjegueshme. Pse kjo lëvizje? Ka 3 skenar. Rrumpalli e KLP-s që tregon mungesë standardi dhe filtrimi profesional, njolla të rënda në figurën e Mustafajit, të lidhura me qëndrim 1 vjeçar në SBA si punonjës i kompanisë Dorian Pukës, i dënuar për grabitje dhe nënhetim për trafik droge dhe pastrim parash, lobim nga grupet mafioze, për ta mbajtur të pozicionuar në një prokurori, ku ndikimi i tyre është i fortë. Më 1 maj 2020, kur ishte prokuror në Vlorë, Mustafaj u largua për 1 vit në SBA. Me kthimin e tij në prill 2021, ai mbërriti me një dosje të zezë hartuar nga agjencitë amerikane. Në vend që ta hetonte atë dosje, KLP më 16 shtator 2021 e dërgoi në prokurorinë e Lushnjës ku ai kaloi edhe vettingun. Pas një periudhe 16 mujore të mbushur me emërime të një pasnjëshme në të njëjtën prokurori, më 9 qershor 2023, KLP emëroi Elion Mustafajin drejtues të prokurorisë së Fierit. Sipas informacioneve, ky emërim u shty përpara nga qarqe mafioze që kërkonin të mbanin në sistem një figurë të leverdisshme për interesat e tyre. Rasti i Mustafaj ekspozon një problem të thellë institucional, mungesë filtrimi, vendimarrje të dyshim të KLP-s dhe një sistem emërimesh që krijon hapësira për ndikim kriminal.